Dështuan bisedimet e paqes për Sirinë në Gjenev. Ndërmjetësi OKB-s Lakhdar Brahimi i kërkoi falje popullit sirian pasi takimi i fundit u mbyll pas një marrëveshje. Brahimi tha se qeveria ishte problemi kryesor pasi refuzoi sërish që të fliste për një organ tranzitor qeverisës. Ai tha se dyja palët duhet të ktheheshin në bazat e tyre për të konsultuar nëse donin apo jo që procesi i paqes të vijojë. Po Brahimi theksoi se deri tani nuk ka asnjë datë për bisedimet e reja. Shpresat për një përfundim pozitiv ishin të zbehta pasi delegatët e të dyja palëve thanë një ditë më parë se procesi kishte hyrë në rrugë qorre. Delegatët e opozitës kërkojnë të zëvendësojnë presidenti Bashar al-Assad, ndërsa ata të qeverisë insistojnë se negociatat duhet të trajtojnë terrorizmin. Ndërkohë, më herët, gjatë ditës, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama deklaroi se Washingtoni është duke konsideruar hapa ndërmjetësues për të aplikuar presionin mbi qeverinë siriane dhe për të përmirësuar kushtet humanitare në të gjithë Sirinë. Nuk presim që kjo të zgjidhet për një kohë të shkurtër, prandaj do të marrim disa hapa të menjëhershme për të ndihmuar situatën humanitare atje. Do të jenë disa hapa të ndërmjetëm për të bërë më shumë presion mbi regjimin e Asadit. Do të vazhdojmë të punojmë me të gjitha palët e interesuara për të shtyrë përpara një zgjidhje diplomatike, ka thënë Obama. Kreu i Shtëpisë së Bardhë ka bërë këto komente në Kaliforni gjatë takimit me mbretin e Jordanisë, Abdullah II.